Pasi u njohëm në emisionin e shkuar me ngjarjen e Roswellit dhe përpjekjet e establishmentit për mbulimin e ngjarjes, nuk mendoj se ka akoma ndonjë skeptik që vën dyshim takimin e racës sonë me një qenie jashtëtoksore. Por edhe nëse ka, emisioni i sotëm do të jetë aq shtrues për këtë temë, saqë nuk besoj se do të mbetet ndonjë që buzëqesh me këto tema. Le të fillojmë. U tha se u kap një qenie në ngjyrë gri e plagosur, e cila në ushtrua një sër ekzaminimesh. Kemi një video të autopsisë së kësaj qenie, e cila dhe mund të jetë mashtrim, dhe si i tillë do të shënonte një nga mashtrimet më të mëdha të historisë njerëzore. Por mund mos jetë mashtrim, dhe meqense kanali këmbgul për këtë të dytën, atëherë mund të themi se projekti që lindi në këtë moment dhe që u quajt projekti Serpo është plotësisht real. Përse u quajt Serpo? Sepse Serpo quhet planeti nga i cili vinte ky humanoid. Planet ky që gjendet në sistemin njujor të quajtur Zeta Reticuli. Çfarë parashikonte projekti? 12 anëtar të forcave speciale, një kuadër të një programi të veçantë, do të udhëtonin në planetin Serpo për të qëndruar për një periudhë prej 10 vjetësh, gjatë së cilës do të studionin florën dhe faunën. Do të studionin botën bimore dhe shtazore, si dhe mënyrën e organizimit të jetës të kësaj rase jashtëtoksore dhe paralelisht edhe teknologjinë e tyre. Në 2 shtatë i 1947, në një nga disqet e rrëzuara u nxori gjallë një alien i vogël gri, që u quajt EB1, entitet biologjik jashtëtoksor. Në 2005 paraqitet për herë të parë një studiues i quajtur Victor Martinez, i cili për 2 vjet të rresht publikoi 3000 faqe nga dokumentet e përplasjes në Roswell. Dëshmitari që i dorëzoi dokumentet, një pensionist tashmë, kishte qenë një nga pjesëmarrësit në ngjarje, dhe ky nuk është burimi vetëm i këtij informacioni. Kemi gjithashtu edhe Jim Laskovski, Paul McGavin dhe Richard Sidot, që thonë të njëjtën gjë. 2 të parët janë burime serioze, kurse i treti mund të thuhet se është Karl Troje, agent sekret që shërben për shpërndarje informacioni shtëreme apo dezinformim. EB1 u gjet në afërsi të qytetit Corona, i plagosur, por plagët nuk janë serioze. U vendos në izolim në bazën pranë Roswell në Army Airfield. Në shtator u zhvendos në Kirtland Field, në njësinë mjekësore në izolim të plotë. Në fillim u përpoqën të komunikonin duke i treguar fotografi të ndryshme dhe më pas i treguan simbole të ndryshme. EB1 nuk mund të fliste, sepse kësaj race i mungojnë kordat zanore. Kishte një sistem të thjeshtë trupor. Një organ punonte si stomak, kurse një tjetër punonte si zorrët tona. Hante fruta dhe perime, bukë, sallatë të ndryshme dhe djath. Mishi i shkaktonte probleme të mëdha. Vilte sa herë që hante mish. Ju nështrua analizave të ndryshme nga një numër i madh shkencëtarësh, të cilët i morën mostra lëkure, lëngje, i bën reze rëntgen me anë të cilës zbuluan se EB1 ka një organ të madh që funksionon si zemra jonë dhe mushkrit. Nuk kishte mëlçi dhe apendicit. Kishte gjëndra në pëllëm dhe në shputat e këmbëve. Ko pas kohë gjëndra zvogloheshin dhe zmadhueshin, dhe shkencëtarët nuk arritën dot të kuptonin arsye. Peshonte 27 kg dhe qenë 130 cm i gjatë. Pesha nuk ndryshoi kurse gjatësia e rritej me 2.5 cm në dimër. Trupi i tij krijonte nxehtësi në një mënyrë që shkencëtarët nuk e shpjegonin dot. EB1 kishte vetëm një veshje me vete, një si kombinezoni holli një material elastik. Kjo veshje e mbante temperaturën e trupit konstante, pavarësisht kusheve të jashtme, dhe kjo temperaturë që gjithmonë 38 gradë Celsius. Megjithëse i dhanë disa batanie, ai nuk i përdori. Kishte gjak të kuq të shndrishëm dhe me rrudhaze të kuqe dhe të bardha si tona. Gjaku i tij kishte edhe shumë elemente të tjerë, të cilët doktorët nuk i identifikonin dot. Procesi të ushqyerit nuk që fort i këndshëm siç e kemi ne njerëzit. Këto qenie i shikonin ushqimin si diçka të nevojshme dhe jo kënaqësi. EB1 që gjithmonë i qetë, dhe pavarësisht që nuk i kuptonte njerëzit, do të qenë kontakt me ta. Kur doktorët i merrin mostra inde, qëndronte i qetë, sikur t'i kuptonte se çfarë po bënin. Pas një farë kohe, filloi të kuptonte simbolet që përfaqësonin gjuhën tonë. Në 1950 EB1 u vendos në një dhomë të veçantë të krijuar për të në laboratorin e Los Alamos, vendi ku prodhua bomba atomike.
Jetonte bashkë me drejtuesin e tij, duke krijuar një marrëdhënie e cila u forcuai shumë sa që nuk donin të ndaheshin më. Kjo racë komunikonte midis tyre nëpërmjet disa toneve apo frekuencave që lëshojnë dhe që janë të kuptueshme për ta. Gjuhën tonë e mësoi, por nuk mund ta shqiptonte dot, kështu që ekspertët prodhuan një aparat të vogël zëri. Si fillim Ebenji pati një problem me lëkurën që i acaroi, problem që doktorët e stabilizuan pas shumë përpjekjeve. Vuante gjithashtu nga alergjia dhe kolla. Kjo rast nuk ka sy të zinj, siç mendojmë ne në përgjithësi. Edhe historia e famshme e Zimbabves, ku 62 nxënës patën kontakt me këto qenie, vërteton teorinë se kanë sy të zinj. Por ajo që ne shohim si të zezë, s'është gjë tjetër veç se një mbrojtëse biologjike për syt, të cilët janë të mëdhenj, por janë si tanë. Kjo shtresë mbrojtëse aktivizohet kur shkojnë në një planet tjetër dhe i ruajnë rrezatimin diellor. Pas një farkoje, i treguan një aparat të marrë tek disku i rrezuar dhe Ebenji i shpjegoi se mbi çfarë principi funksiononin pajisje. Njëra prej tyre që për komunikim. U gjetën dhe pajisje mjekësore të mbushura me substancë kimike, dhe pas shumë debateve doktorët vendosën të mos i përdornin, se mund të dëmtonin në vend që t'i bënin mirë. Vet Ebenji, që i sëmur ishte mekanik në profesion. Ebenji vdes në 1952, 5 vjet pas rrëzimit të diskut të tyre, dhe arsye e vdekjes nuk u gjet dhe doktorët nuk e ndihmuan dot. Ky që një përshkrim i shkurtër i 3000 faqeve të një burimi anonim. Pas botimit të këtij dokumenti prej 3000 faqesh, pati një bum postimesh për cilat autori i parë tha se janë të gjitha gënjeshtër. Kishte gënjeshtër të tilla si Trumani nuk është takuar kur me këto qenie dhe nuk e kishte iden, paska se ka dhe video për këtë rast. Atë ditë në Roswell pati 2 disinaje dhe që të dy u rrëzuan. Logjikisht ata nuk kanë mësuar defekt, por janë goditur nga një civilizim tjetër, sepse ne në atë kohë nuk kishim një armë të tillë me bazë grimcat e ngarkuara për të rrëzuar objekte të tilla. Megjithatë nuk jam i sigurt, sepse kam dëgjuar nga një burim se nazistët kishin zotërim një raketë që qenë në gjendje të rrëzonte disje fluturuese, ndërkohë që babai i raketave V2 Werner von Braun tashmë ndodhej në Amerikë. Ebenji tha se dërguan sinjal SOS, por objektit më të afërt i duhej 9 muaj që të arrinte në tokë. Ndihma nuk erdhi kurrë, por u vendos një kontakt dhe në 1964 në New Mexico, jashtëtokësorë të quajtur Ibens erdhën dhe morën trupat e 2 jashtëtokësorëve të vdekur të Roswell. Paralelisht filloi të zhvillohej projekti Serpo, dërgimi i 12 specialistëve në planetin Ibens të sistemit yjor Zeta Reticuli për 10 vjet. Në këmbim, një përfaqësues i kësaj race do të qëndronte në tokë për të bashkëpunuar me ne. Pothuajse të gjithë e dinin që diçka u përplas në Roswell në 1947, por vetëm në 2005 u vërtetua se një nga këto qenie ka qenë gjallë deri në 1952. Si histori, kjo e kalon dhe variantet fantastike shkencore të Hollywoodit. Pra, ndërkohë që këta komunikonin me race jashtëtokësorës, për ne të thjeshtët kishte filluar lufta e ftohtë. Amerikanët, që në këtë rast quhen të mirët, nga një anë, dhe nga ana tjetër kemi ata rusët, çunat e këqij. Thjesht për çfarë sundo. Në 1977, Steven Spielberg realizon filmin Takimi i afërt i llojit të tretë, kur për herë të parë Pat Hollywoodi tregon një kontakt toni me një rast jashtëtokësore. Skenar ky u rrëzuar nga takimi i Eisenhowerit me Grit në 1954 në bazën ajrore Holloman në New Mexico. Se përse u shfaq ky film në atë kohë do të merremi një herë tjetër. Sot do të flasim për përgatitjen e ekipit prej 12 anëtarësh për të udhëtuar në planetin që ndodhi në sistemin yjor Zeta Reticuli. Tek filmi Spielbergu tregoi pikërisht largimi i 12 anëtarëve për të fluturuar për planetin e grive. Me siguri që Spielbergu do të parë ndonjë ëndër. Si u zgjodhën këta persona, si komunikonin me këto qenie dhe si arritën në atë planet. Këto do të jenë tema që do të sjellojmë në vazhdim. Në vitin 1952 u përpoqën të komunikonin me valë radio me planetin nga Zeta Reticuli nga vinte Ebenji, që të mund të vinin dhe ta shpëtonin, por kjo nuk ndodhi. U përpoqën prapë më vonë të komunikonin që të vinin për të marrë trupa. Shkencëtarët dinin vetëm 3% të gjuhës ebe
dhe vetëm komunikimet bazë. Në përpjekje morën pjesë linguistët më të mirë në botë, por dhe kjo përpjekje nuk pati sukses. U përpoqen të dërgonin mesazhe në gjuhën angleze, duke shpresuar që do të kuptoheshin më mirë. Rezultati që i njëjtë. Pati një komunikim të thjeshtë që zgjati për 5 vjet derisa u arrit takimi i parë. Problemi i dytë pas komunikimit në projektin Serpo, që përcaktimi i vendit takimi. Shkencëtarët dërguan të dhëna mbi rrotullimin dhe pozicionin e tokës në sistemin diellor, si dhe të dhëna për përcaktimin e kohës në tokë. Jashtëtoqësorët nga IBENSI nuk kuptuan asgjë, të paktën për sa i përket të dhënave. Edhe ata dërguan të dhëna për planetin e tyre, por këto nuk u kuptuan nga shkencëtarët tanë. Qenë sisteme diametralisht të kundërta dhe të pakuptueshme. Le të shikojmë tani se si e zgjidhen ata këtë problem. Tanë dërguan një fotografi të planetit ku kishin shënuar qartë dhe saktë vendin e takimit, ndërkohë që një problem i madh që koha të cilën IBENSët nuk e kuptonin. Takimi u la në prill të 1964 dhe amerikanët patën në dispozicion më se 2 vjet për të përgatitur. Presidenti Kennedy dha urdhër për përgatitjen e gjithçkaje. Kandidatët duhet të qenë ushtarak, pa fëmijë dhe të kishin të paktën 4 vjet që shërbenin në ushtri. Gjuhët gjithashtu të kishin shkatësi të ndryshme dhe mundësisht mos kishin njerëz që shqetësoj për ta për 10 vitet e ardhshme që do të jetonin në një planet tjetër. Gjurmët e kandidatëve duhej ose të fshiheshin ose të zhdukeshin fare. Kur të largoheshin nga toka, pas tyre s'duhet të mbetej asnjë gjurmë. Grupi u përgatit në bazën Cap Perry në Virginia dhe trajnimi zgjati 167 ditë. Stërvitja është zhvilluar edhe në Holland, Kili dhe Meksik, dhe kandidatët duhet të qenë gati që të flijonin gjithçka. 24 prill 1964 kemi takimin e parë dhe IBENSI ndryshuan planet sepse nuk qenë gati për këmbim personeli. Këmbimi do të realizohej në takimin tjetër. Që komunikimi linte për dëshiruar, u kuptua kur IBENSët u ulën në vend gabuar, pranë vendit ku qerëzuar disku në 1947, ndërkohë që delegacioni amerikan po priste 200 kilometra më larg. Pas mesazheve të ndryshme, IBENSët erdhën në vendin e duhur, takim ky që përshkruhet saktë në filmin e Spielbergut. IBENSët dolën nga disku me një dhuratë në formë teknologjie. Kishin një lloj aparati që përdori për përkthim, ndërkohë që edhe amerikanët patën një aparat që gjatë fjalimit të zyrtarit përkthehej direkt në ekran në gjuhën e IBENSëve. Qeje përkthim sipërfaqësor, por u morën vesh që takimi i radhës të zhvillohej në korrik të 1965-s. Ky takim u realizua dhe 12 persona, 8 nga forcat ajrore, 2 nga ushtria toksore dhe 2 nga marina, u nisën në një udhëtim 9 mujor drejt një planeti që ndodhej në sistemin hyjor me 2 diej dhe me një temperaturë të lartë. Ky planet që në madhësinë e tokës dhe që një botë krejt ndryshe nga ajo toksore. Dua të sqaroj diçka. Pavarësisht që vini nga i njëjti sistem hyjor i quajtur Zeta Reticuli, i njohur ky sistem për gritë e famshëm, kjo rasë që e ndryshme nga gritë e parë që bëjnë punët e pista në tokë. Sistemi hyjor Zeta Reticuli është 38 vite larg nga toka dhe ka 2 diej. Në këtë sistem hyjor gjendet edhe planeti Serpo, ku jetojnë miqtë tanë dhe të lihet edhe një sy jetës në këtë planet. Pas një udhëtimi prej 9 muajsh, ekipin tonë e pris një vapë përveluese prej 45 gradësh dhe me një gravitacion të njëjtë me atë të tokës. Kjo temperaturë edhe mund ndrojë, por problem që e radiacioni i 2 diejve. Detyrimisht mbajshin syze dhe rroba speciale. Hidhi një sy të dhënave që shikonin duke stopuar video. Në planet kishte ditë konstante pa pushim dhe nga pozicioni i planetit, nganjëherë kishte edhe errësirë apo muzikë më saktë. Në muajt e parë ekipi kishte probleme të mëdha, por me kalimin e kohës trupi filloi të përshtatej. Popullsia në planet që rreth 650.000 banor dhe jetonin në bashkësi dhe fshatra të vegjël. Qendra që në madhësinë e një qyteti. Kishin udhëheqës, por jo shtet siç e kuptojmë ne. Në planet nuk kishte asnjë krim, por kishte ushtri dhe polici, megjithëse ekipi nuk vuri re që të mbajnë armë. Nuk kishin qendra tregtare si ne, por qendra distribuimi ku qenë të hynin dhe merrnin gjërat e nevojshme. IBENSët punonin në mënyrë të barabartë.
Një ditë duke përpjekur të fotografoni fëmijët e tyre që shiheshin shumë rrallë, tensionet u shtuan. Për ndonjë arsye fëmijët i fshihnin. Ushtria i paralajmëroi që të mos ta bënin më. Mësuan të drejtonin një objekt fluturues si helikopter, gjë që ishte shumë e thjeshtë. Kishte edhe makina që fluturonin, me anë të cilave zbuluan në pjesën veriore të planetit vende me 15 gradë Celsius, duke u vendosur aty. Gjeografia e planetit që e ndryshme nga toka. Kishte male, lumenjë toksor dhe vende të shkreta pafund. I bense që në vetmja qenie inteligjente në planet. Ky civilizim që e krijuar para 10.000 vjetësh në një planet tjetër. Planet ky që kishte një paqëndrueshmëri të madhe si rezultat të një aktiviteti vulkanik të fuqishëm. Ky aktivitet vulkanik i detyroi bense të shpërnguleshin në planetin Serpo. Ngjarje kjo që kishte ndodhur para 5.000 vjetësh. Para 3.000 vjetësh, patën një luftë planetare me një racë armike, luftë të cilën e fituan, por me humbje të mëdha. I benset janë racë paqësore dhe nuk kanë luftuar më që nga ajo kohë. Gjatë kësaj kohe, kanë perfeksionuar udhëtimin ndërplanetar dhe për herë të parë edhe në tokë, gjë që e bën disa herë më vonë. Për herë të fundit, e kanë vizituar tokën në 1985. Në fillim ekipi ynë pat një problem të madh me njohjen e individëve, sepse ju dukeshin të gjithë njësoj. Një problem tjetër që mosha e tyre. Dukeshin të gjithë të njëjtës moshë sikur nuk plakeshin. Fëmijët e tyre pas lindjes rriteshin jashtëzakonisht shpejt në raport me fëmijët në tokë. Çdo fëmijë i Benz kishte një koeficient inteligjence 165, ndërkohë që Stephen Hawking e kishte 160. Këtë koeficient e ka 30% e popullsisë tokës. Megjithëse nuk ishte pleq, vari kishte sepse qenë të vdekshëm. Vdekja natyrale që shumë e rrallë dhe vdekja vinte si rezultati i aksidenteve. Varimet bëheshin lart në shkretir dhe gjatë ceremonisë në fytyrë ju vërrej keqardhja dhe hidhërimi. Pastaj organizohej një si fest me një muzikë çuditshme dhe me valle, se vallën e adhuronin. I benset kishin një si lloj feje dhe kishin ndërtesa që dukeshin si kisha. Pas aktivitetit ditor, shkonin në këto ndërtesa ku adhuronin hyjninë e supremacisë dhe me sa kuptuan njerëzit, nderonin krijuesin e universit. I benset kishin një organizim perfekt që shfrytëzonte në maksimum të gjithë përbërësit e ushqimit. Urina nuk sekretohej fare, kurse fekalet qenë të papërfillshme. Ekipi ynë kishte marrë rezerva ushqimore për 2 vjet dhe ku këto mbaruan, filluan të hanë ushqimin e tyre me bazë frutat dhe perimet. Perimet qenë të pashishme dhe vetmja që njihnin toksor që domatja. Kishte diçka si patatja, por me një shije komplet ndryshe nga jona. Përpiqeshin të shtonin shijen duke përdorur sasi të madhe kripe dhe sheqeri. Diçka e shishme që një frut që nuk gjende në tokë, por kishte një shije si molla dhe shaqiu. I benset që janë vegetarianë, dhe as ju binte ndërmend të hanin kafshë. Një ditë të bukur, antarët e ekspeditës vranin kafshë të egër të ngjashme me pumën, të cilën nuk përpoqen ta pjekin dhe ta hanë. Por i benset i paralajmëruan që të mos ta bënin. Adhuronin një lëng të bardhë që duket si qumësh dhe që e përfitonin nga disa pemë të veçanta e që qes si pije kombëtare. Shija e këtij lëngu nuk i pëlqeu ekspeditës. Gjatë kësaj kohe, pati vizitor nga civilizime të tjera dhe për saksi 9 prej tyre. Midis tyre qenë edhe grit, për cilët kemi deklarime nga shumë dëshmitarë. Ata vinin nga ylli Alpha Centauri A, që është ylli më i afërt me tokën, 4.3 vite dritë. Të 9 këto raca u përshkruan rrallësisht një libër që quhet Libri i Kuq. Problemi më i madh që kishin njerëzit që komunikimi me këto qenie. Nga gjithë koha e qëndrimit në këtë planet, komunikimi zinte rreth 50% të rasteve. Midis tyre i benset komunikonin me tone të larta dhe për racën tonë, ky që një problem. I benset e quanin gjuhën angleze mjaft të ndërlikuar dhe nuk mundën ta flisnin dot. Shpesh komunikimi përfundonte me gjeste me duar dhe këmbë. Një problem tjetër i madh që koha, sepse i benset nuk e matnin kohën dhe nuk e kishin idenë e saj. Cikli jetësor zhvilloi midis dy dyjeve dhe nuk qenë në gjendje të kuptonin konceptin e kohës. Ata çuditeshin me përpjekjen tonë për të matur kohën. Orët tona nuk punonin saktë në atë planet, sepse ditë nata
nuk që 24 orë si në tokë. Si mund të masësh orbitën e planetit, kur nuk ke në dispozicion kohën? Si mund të zgjidhësh tek ne në tokë një problem fizik, pa patur mundësinë e matjes kohës? Jeta në planetin Serpo zhvillohej nëpërmjet cikleve dhe dita e tyre sipas kohës sonë zgjaste 43 orë me 3 periudha pushimi. Dita e punës zgjaste 14 orë. Fëmijët shkonin në shkollë aty ku i pëlqente. Në fillim jetonin në mënyrë modeste, megjithëse kishin teknologji të zhvilluar. Mënyra e përfitimit të energjisë që e pakuptueshme për ta. Me shumë gjasa, merrnin energji nga vakumi apo eteri Teslës. Çdo objekt fluturues merrte energji nëpërmjet një kutije të vogël që lidhte gjithçka. Nuk kishin televizor si ne për aktim. E dhuronin muzikën që krijohej nga tone të ndryshme me anti-instrumenteve të ngjashme me daullën. Këndonin dhe kërcenin. Kishin edhe një lojë që ngjasonte me futbollin, por topi që shumë më i madh dhe rregullat nuk kuptoheshin fare. Kishin në dorë një si orë që projektohej 3D me anë të cilës i bensët merrnin vesh se çfarë ndodhte në planet. Prindërit rrallë kishin më shumë se 2 fëmijë dhe shumimi bëhej si ne në tokë, por me kontroll, duke mos lejuar mbi popullim. Megjithëse njerëzit panë edhe prindër me 4 fëmijë, këta të fundit që janë fëmijët e prindërve që ishin larguar jashtë planetit me mision. Këto të dhëna që u thash deri tani nuk përbëjnë as 20% të gjithë historisë. Ekspedita vazhdoi plot 12 vjet dhe disa antarë vdiqën dhe u varrosën në planet. Disa të tjerë vendosin që pjesën e mbetur të jetës ta kalojnë në këtë planet. Disa të tjerë, kur u kthye vdiqën si rezultati i diferencës në rrezatimin diellor. Sot nuk kam antar të gjallë të kësaj ekspedite. Komunikimi me ata që qëndruan në planetin Serpo vazhdoi deri në 1988. Nuk e di se ju duk kjo histori, por gjykoni të qetë dhe pres komentet tuaja. Edhe diçka tjetër. I bensët na paralajmëruan për një rast negative që ata i shmangen. Është një rast prodhim gjenetik, klone me inteligjencë artificiale, një lloj si robot. Bëhet fjalë për grit. Kush i krijoi dhe për çfarë qëllimi? Jeni tek bota e fshetë? Regjistroni dhe mendjen jashtë kutisë. Mirupafshim.